Të nderuar deputetë dhe deputet, prej disa ditësh është shndruar në çështje kombëtare dhe ndërkombëtare problemi i Zvërnecit. E gjykoj të domosdoshme të paraqes dhe njëherë para jush qëndrimin ton, ta paraqesim haptas, me sinqeritet të plot, dhe unë besoj se përputhet plotësisht me programin e Partisë Demokratike. Kërkoj nga ju mirëkuptimin të kthehemi 2 apo 3 vite më parë, kur është dhënë lajmi që kompania Affinity e dhënërit të ish presidentit Trump në atë kohë, se nuk ishten pushtet, ka treguar interes të veçantë dhe do të investoj në Sazan dhe Zvërnec, në atë kohë u tha 2 miliardo, diçka kësaj natyre. Reagimi im ndaj këtij lajmi ka qenë ky. Pavarësisht sa ai ishte në opozit, plotësisht dakord. Pse? Që jam i hapur me ju. Kam thënë vetëm një fjalë, sepse i ka parat. Sepse thuhej që Fondi Saudit investim, nga to është tanë Sauditi. Fondi Saudit janë fondet publike të investimeve, është fond trilioner. Ai ka triliona. Dhe natyrisht parat ishin. Unë, arsyeja bazë pse kam thënë po, ka qenë kjo dhe e kam lidh me parat. Me këte, unë absolutisht nuk kisha asnjë dyshim se Edi Rama po blente influenca politike. Nuk dyshoja fare në këtë. Por përsëri për mua, interesi kombëtar, interesi i vendit, dilte mbi këte. Investim, pasi ishte për zënë kompania Omnix, për cilën ndjeja keqardhjen më të madhe, që kishte të përgatitur 1.5 miliard euro investime në Gjirën e Lazit dhe për zuri, e kam marrë vesh mrapa, mafia shqiptare. Ikuaj. Edhe ai investitor nga Katari ishte që ta dini ju. E mori ja thyn kocat, ja bën për shesh kockat për faqësuesit ti Fadit tek Ureli Muthit. Rumi, po dikush më thot, nuk iku për këte, por iku se atje në kufit për rreth i doli mafia shqiptare dhe tani do marrish te, o do marrish atë, me fjalë krejtësisht e përzun. Iku, 1.5 miliard. Tani, dhe u tha që investimin e Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjin e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duan, se Sazani
në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe paraardhësim është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve, dhe nuk është investimi thjesht. Asgjë nuk prishet aty miq. Ka në mënyrë të çudia e Sazanit është kjo. Nuk janë as brigjet, as deti, është ajo bimësi e mrekullueshme në një ishull pa ujë. Bimësia është, ka një bimësi e cila do ruhet. Pra, Sazani është tokë publike. Zvërneci është tokë private në tërësinë e saj. Është e banueshme, kanë banuar. Dakord, tani, pra ne mbështetëm investimin e huaj. Por ne jemi parti që qëndrojmë plotësisht për respektimin e mjedisit. Dhe mjedisorve u them se është kjo parti e cila zonat e mbrojtura të Shqipërisë i ka shtri nga 3% në 16%. Është kjo parti nga 3% në 16%. Kurse ky që ka ardhur mrapa, ky ka hequr 110.000 hektar zona të mbrojtura nga bregu dhe i ka shtuar me 100 hektar në malet mrapa Dajtit. Sepse tani gjoja sipërfaqe e mbrojtur qenë ka 17% thonë, të 22 thonë, po, të gjithë, po ama që ka bërë, të gjitha ato që ishin për të mbrojti ka heq nga zonat e mbrojtura, dhe ka futur, nuk them se s'janë, ka futur pastaj vargmalet nga Dajti gjerë Bulqiz. Dakor, po, problemi është se ku janë shanset, tani përsëri në këtë prane kemi qenë, mbetemi parti e mbrojtjes duke konsideruar mjedisin të barabartë me forcë me shtetin e njeriut. Nuk kemi këtu. Por, Bashkimi Evropian, që në vitin 2000, në dokumente saj Natura 2000, ka të përcaktuara qartë të gjitha qëndrimet që mbahen ndaj rezervateve të paprekshme, që Shqipëria ka vetëm 2 të atilla, Lumën e Gashit dhe Kardhiqin, s'ka të tjera, ndaj zonës 2 që janë parqet kombëtare e tjera, gjerë dhe zonës së 5 që janë pejsazhet natyrore. Pejsazhet natyrore. Tani, miq, çdo njeri që njeh Shqipërinë, unë besoj, edhe mund të jemi gabur, po vend mbi tokë me pejsazhe natyrore më shumë se Shqipëria nuk ka. Nuk ka. Nga mali Miles, gjerë në Çerem, gjerë Markovshe, Dobërdol, Theth, Vermosh, në të 4 anë. Nuk ka një vend tjetër të ketë pejsazhin dhe tjetë pejsazh si ky vend. Zvërneci, Bishporo, kudo. Atëherë, cila është detyra numër 1 e qeverisë? Detyra numër 1 e qeverisë
të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian. Zhvillimi në përputhje me peizazhin mjedisor. A mund të zhvillohet në zonat e peizazhit? Mund të zhvillohen. Është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peizazhit. Ka vlerësim. Në 4 shkallë kalon. Vlerësimi për zhvillimin e zonave të peizazhit. Që të njohura këto. Pra, doktrina nuk e përjashton, sidomos nëse ne, a mund të themi ne tani që se atër mbetëm ndërtojmë vetëm në shkrepa ose në proje. Pra, por ne duhet të zhvillojmë ato në përputhje me peizazhin, në përshtatje të plot me peizazhin. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peizazhin i zonave të peizazhit natyror. Janë të pafundme, miq. Dhe po ju jap një shembull këtu. Thethi dhe Valbona, jo në peizazhe, janë në parqe kombëtare të dyja. Mund të ketë edhe Gjetiu. Po, ama, a nuk është një barbari ajo që ka ndodhur në Ksamil? Imagjinoni tani. Çfarë i druaj unë? Duhet jemi hapur me ju këtu. Zvërnecit. I druaj jashtëmase se mafia shqiptare do të ashtrojë në një Ksamil të dytë.